Komuna e Klinës në Kosovë dhe Bashkia e Gjirokastës në jug të Shqipërisë kanë pothuajse një numër të përafërt banorësh dhe një radhë traditash që i bëjnë krenar qytetarët. Të dy njësitë vendore kanë lidhur një marrëdhënie binjakëzimi që e ka bazën jo vetëm në atë mikpritje që ju bën në Gjirokastër gjatë kohës së shpërnguljes së luftës shqiptare nga Kosova, por edhe tek këmbimet sidomos kulturore të sotme. Idris Berisha tashmë nuk është një mik i rrallë në qytetin e gurë të Gjirokastës, por një njeri që për të disatën herë përpiqet me kolegë nga qyteti të nxjisë aktivitetet kulturore. Idrizi thot se aktivitetet kanë ndihmuar njohjen e rrethave kulturore dhe letrare në takime të përbashkëta. Klina dhe Gjirokastra tashmë janë të binjakëzuara. Unë do të fokusohem më tepër në këtë relacion, domethënë se me Gjirokastrën kemi relacione shumë vëllazërore. Ko pas kohë vinë edhe krijuesit letrar, kemi qenë në një manifestim letrar këtu në një promovim. Mandej vinë edhe një grup piktorësh që kam sjell para kësaj here, kemi bërë një ekspozitë në Kala. Kjo është prezantimi tjetër i radhës dhe shpresojmë që shumë shpejt krijuesit piktor të mirë Gjirokastrit të vinë edhe në Klinë dhe Kosovë. Mendoj se bashkëpunimet tashmë në nivel shtetësh janë në rrugë të mbarë, e sidomos këtë e ka mësuar rruga kombit, siç jemi mësuar tashmë ta quajmë, edhe është në vërtet na ka shkurtuar për shumë, domethënë këtë relacion dhe na ka bërë të mundshme. Idrizi ka hapur një ekspozitë me piktura e cila është improvisuar në disa nga mjediset në qytet për të bërë më e prekshme nga qytetarët. Punimet përfshin motive të ndryshme. Piktori nga Klina thotë se paraqitja në Gjirokastër është përgjegjësi, pasi qyteti ka një traditë të çmuar në lëmin e kulturës. Të vish në Gjirokastër është nder edhe për artistë edhe për krijuesën e përgjithësi. Mirë, po njëkohësisht është edhe përgjithësi sepse këtu dihet që është, si them, djepi i historisë dhe djepi i kulturës edhe i traditës tonë shqiptare. Prandaj për të ardhur këtu duhet një përgatitje, të them, bajegi serioze. Unë për respektin që kam ndaj këtij qyteti, kam sjell nga punët më të reja, domethënë ciklet e fundit të pikturave. Ndonse Gjirokastra nuk ka më një galeri piktorësh, vetë pjesa historike e qytetit dhe kalaja qindravjeçare jo rrallë kthehen në galeri natyrore arti. Këmbimet në fushën e kulturës nuk janë i vetmi hap pasi me komunën e Klinës, edhe njësitë vendore kanë kohë që këmbejnë përvojën e menaxhimit dhe administrimit vendor. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.